Nëse mendon se I njeh të gjitha zërat që kanë bërë historinë e muzikës shqiptare, mendo edhe një herë. Nga legjendat që u bën frymë e brezave, te yjet që sot ndriçojnë skenat botërore, këto janë 10 këngëtaret më të mira shqiptare të gjitha kohërave. Secila prej tyre mbart një histori unike. Disa sollën artin në një kohë të vështirë, disa përmbysën çdo rregull, e disa të tjera e ngritën Shqipërinë në majat e muzikës botërore. Por a është këngëtarja juaj e preferuar në këtë listë? Apo ndoshta kemi harruar dikë që ju e adhuroni? Na tregoni në komente, ndërsa ne nisim me njëherë numërimin ton nga vendi I 10. Parashshevi Simaku. Në vitet ku muzika shqiptare kishte një rregull të hekurt, ajo arriti të ishte ndryshe. Zëri I saj I butë, melodik dhe I qartë si kristal, u bë një dritare shprese për publikun që kërkonte diçka më shumë se rregull. Parashshevi Simaku nuk këndonte thjesht nota, ajo përcillte ëndër, nostalgji dhe ndjenjë. Këngë si E duam lumturinë apo Në moshën e rinisë mbeten edhe sot sinonim I elegancës shqiptare. Ajo kishte një mënyrë të veçantë për ta bërë publikun të ndjente dashurinë, dhimbjen dhe poezinë brenda një kënge. Në çdo dalje, buzëqeshja e saj e qetë shoqëruar me zërin e artë, krijonte magjinë që shumë e kujtojnë edhe sot. Adelina Ismaili. Në një kohë kur femrat duhet të ishin të përmbajtura, ajo guxoi. Adelina Ismaili doli në skenë si një shpërthim, me stil, provokim dhe një zë që nuk fshihej pas asgjëje. Ajo e ndryshoi mënyrën si e shihnim artisten shqiptare. Jo vetëm si këngëtare, por si një figurë që përfaqëson lirinë, fuqinë dhe guximin. Këngët e saj, si Zemrën nuk ta fal dhe Saj zeza, janë pjesë e një epoke që shënoi fundin e monotonisë. Adelina nuk këndonte për të pëlqyer. Ajo këndonte për të tronditur, për të zgjuar, për të shkundur një mentalitet të tërë. Dhe ja doli. Sot, ajo mbetet një ikon që frymëzoi breza të tëra artiste shqiptare të jenë vetvetja. Elsa Lila. Kur Elsa Lila doli për herë të parë në skenë, publiku e ndjeu me njëherë. Ky nuk ishte një zë I zakonshëm. Ky ishte art. Një vajzë e re që nuk këndonte për famë, por për shpirt. Me zërin e saj delikat, por të fuqishëm, ajo arriti të pushtoj zemrat e publikut në Shqipëri e më gjerë. Këngë si Pyes Lotin dhe interpretimet në festivalet më të mëdha shqiptar treguan se Elsa ishte një artiste e rrallë, një kombinim I ndjenjës, teknikës dhe thellësisë. Ajo nuk kërkoi kurrë të ishte pjesë e modës. Ishte moda ajo që e ndoqi atë. Elsa Lila mbetet simbol I artit të pastër dhe një elegance që nuk plaket kurrë. Imva Mula. Kur emri I saj u dëgjua për herë të parë në arenën ndërkombëtare, shumë nuk mund ta besonin. Një shqiptare po këndonte në skenat më të mëdha të botës. Por Imva Mula nuk është thjesht këngëtare. Ajo është ambasadore e artit të lartë. Zëri I saj I përsosur, I formuar me vite studimi dhe përkushtimi, I dha jetës operës shqiptare në nivel global. Nga La Traviata në Carmen, çdo interpretim I saj është si një pikturë e gjallë. Imva nuk flet shumë. Zëri I saj flet për të. Ajo është dëshmia më e qartë se talenti shqiptar mund të pushtojë botën, me art, kulturë dhe përullësi të rrallë. Aurela Gaçe. Ajo është stuhia e skenës shqiptare. Kur del në skenë, ajo nuk këndon, ajo shpërthen. Energjia e saj është e papërshkrueshme, dhe çdo performancë e Aurela Gaçes është një betejë midis pasionit dhe fuqisë. Prej më shumë se 2 dekadash, ajo ka mbajtur gjallë frymën e muzikës shqiptare me stilin e saj unik. Këngë si Hape veten, Akoma jo apo Jetoj, janë bërë himne të fuqisë dhe pavarësisë. Aurela nuk është thjesht këngëtare. Ajo është forcë natyrore, frymëzim dhe shembull I qëndrueshmërisë. Në çdo notë të saj ndjen shpërthimin e emocioneve të vërteta, dhe pikërisht për këtë publiku e adhuron. Bebe Rexha. E lindur në Amerikë, por me rënjë të thella shqiptare, Bebe Rexha është prova e gjallë se gjaku shqiptar shkëlqen në çdo skenë të botës. Këngët e saj si Ai Mames, Meant to Be apo I Got You janë dëgjuar miliarda herë, por ajo kur nuk e ka harruar origjinën. Bebe ka bashkëpunuar me emra si Eminem, David Guetta dhe The Chainsmokers, duke vendosur emrin shqiptare në qendër të industrisë botërore të muzikës. Ajo është një shembull I vërtet I vetbesimit dhe talentit që s'njeh kufi. Me zërin e saj të veçantë, që kombinon ndjeshmërinë me fuqinë, ajo është krenari për çdo shqiptar në mbar botën. Rita Ora. Në çdo dalje të saj, ajo ndriçon.
Rita Ora është energjia, karizma dhe eleganca moderne që ka bërë historinë. Me hite botërore si Let You Love Me dhe Njuher, ajo është kthyer në një ndër artistet më të suksesshme me origjinë shqiptare. Por ajo nuk ndalet te fama. Rita është gjithashtu një ikon stili, një model suksesi për vajzat e reja që ndërrojnë të arrijnë majat. Ajo është dëshmi se nga Prishtina në Londër, një vajzë shqiptare mund të pushtojë botën me talent dhe punë të palodhur. Në çdo intervistë, Rita përmend me krenari prejardhjen e saj, duke e kthyer identitetin shqiptar në një simbol ndërkombëtar. Nexhmie Pagarusha. Zëri që sfidoi kohën. Bilbili i Kosovës, ashtu siç e quajnë të gjithë, ishte më shumë se një këngëtare, ajo ishte shpirt artistik që i dha dritë një populli të tërë. Me këngë si Baresha dhe E dehur jam, ajo ktheu poezinë në muzikë. Zëri i saj i kristalt, plot emocione, ka frymëzuar breza të tërë. Në çdo interpretim, Nexhmia përçonte dashuri, dhimbje dhe krenari kombëtare. Ajo nuk kishte nevojë për skena madhështore, mjaftonte një mikrofon dhe zemra e saj. Sot, ajo mbetet një nga figurat më të ndritura të kulturës shqiptare, një grua që e bëri artin të pavdekshëm. Vaçe Zela. Nëse muzika shqiptare do të kishte një themel, ai do të ishte zëri i saj. Vaçe Zela është legjenda që i dha kuptim artit shqiptar. Ajo nuk ishte thjesht një këngëtare, ishte histori, ishte shpirt, ishte simbol. Me këngë si Moj e bukur Arbëri dhe Valsi i lumturisë, ajo bëri që çdo notë të ndjehej si lutje. Vaçja nuk kërkoi kurrë famë, ajo kërkoi përjetësi dhe e fitoi. Zëri i saj u bë zëri i një kombi, dhe sot, dekada më vonë, ajo mbetet sinonim i fjalës artiste. Kur dëgjon Vaçen, nuk dëgjon vetëm muzikë, dëgjon Shqipërinë. Dua Lipa. Ajo është suksesi modern me shpirt shqiptar, nga Prishtina në Londër, nga koncertet e vogla te Grammy Awards. Dua Lipa është dëshmi e gjallë se ëndra shqiptare mund të bëhen realitet në çdo skenë të botës. Një histori suksesi e rrallë, një shqiptare që sot kategorizohet si një nga më të mirat e historisë muzikore botërore. Me hite si Levitating, Don't Start Now dhe Houdini, ajo u bë një nga artistet më të mëdha të shekullit 21. Por ajo nuk është vetëm muzikë, është vizion, është punë, është krenari. Në çdo intervistë, në çdo koncert, Dua Lipa mban flamurin shqiptar me zemër. Ajo është shembulli më i bukur i brezit të ri që nuk haron rënjët, por i kthen ato në forcë për të ndriçuar botën. Nga Vaçe Zelat e Dua Lipa, nga këngët që u kënduan me shpirt në skenat e Tiranës, deri te hite që dëgjohen sot në çdo cep të planetit, muzika shqiptare ka lindur yje dhe vazhdon të lindë çdo ditë. Ato janë zëri, fytyra dhe fryma e këtij kombi. Disa sollën art, disa guxim, disa thjesht dritë, por të gjitha bashk krijuan historinë tonë muzikore. Tani është radha juaj, cila është këngëtarja juaj e preferuar? Na tregoni në komente dhe mos harroni të abonoheni në kanalin tonë, sepse çdo ditë ne ju sillim historitë, sukseset dhe emocionet e yjeve shqiptar. Deri herën tjetër, vazhdoni ta doni muzikën, sepse ajo është pjesa më e bukur e shpirtit tonë.